Mirdita thot burri im ka dalë që 3 javë prej shtëpisë. Pse nana vet nuk po na lën rahat. I kem 4 fëmijë bashk, çka me bë? Mirdita motër Allahu ta letoft këtë gjendje. Allahu udhëzoft këtë vjerë. Çka me bë ti? Shko që aty ku është burri. Edhe nëse e në livall, sikur se ky livall i mrapa meje, nëse është burri devotshëm, sinqert, i moralshëm, punëtor, besnik, mos e le. Gjendju burrit afër. Gruaja mirë i gjendot burrit afër edhe kallzon atë karakterin e saj kur burri është i varfër. Tash ai ka dalë pa shtëpi jashtë, del edhe ti. Nëse është e nevojshme vdesni bashk. Merr edhe fëmijët. Rrini në kolib me najlona. Gruaja që do burrin, ama burrin që duhet me dash edhe me sakrifiku për ta, edhe me pas jetën xhehenam, ajo nuk zbrap se ku është burri, është edhe ajo. Andaj hiç mos rri me atë vjerë që e ka detyru djalin e vet me u largu prej shtëpisë për shkak të sikletit nanës. Unë nuk po i di detajet. Inshallah nuk ka diçka më shumë në këtë mes. Unë po flas veç atë sa ke pyet ti. Veç atë sa ke pyet ti. E nëse ka diçka tjetër, Allahu e përmirësoft këtë situatë.